Grevistët e sektor hidrokarbur të Marinzës, të cilët prej 15 tetorit kanë nisur grevën e urisë dhe grevën e përgjithshme, po vazhdojnë të përballen me pasoja serioze shëndetësore. 3 prej tyre kanë marrë trajtim me injeksione, ndërsa një punonjës është transportuar në spital pas ditën e djeshme pas humbjes së ndjenjave dhe lëndimit fizik që ka shkaktuar një frakturë në njërin krah. Ndërkohë, puset e fushës naftëmbajtëse mbahen nën kontroll nga nën kontraktor të kompanisë, të cilët përballen me volum pune të pabërballueshëm dhe kushte të pasigurta. Grevistët theksojnë se kjo papërgjegjësish e kompanisë nuk mund të kthehet në barr për punojësit dhe vendburimin, duke shprehur vendosmërinë për të shkuar deri në fund të kauzës së tyre. Sindikalistët kërkojnë rritje pagash dhe përmirësimin e kushteve. Aktualisht paka mesatare e naftëtarëve është 60.000 lekë në muaj, ndërsa kërkojnë që ajo të rritet në 100.000 lekë. Greva zhvillohet në një kohë kur kompania Bankers Petroleum Albania po hetohet nga SPAK për dyshime se ka shkaktuar një dëm prej 110 milion lekësh ndaj buxhetit të shtetit. Situata mbetet kritike, ndërsa negociatat me kompaninë nuk kanë nisur dhe punonjësit janë të vendosur të vazhdojnë grevën deri në plotësimin e kërkesave të tyre.